Bota siç e njohim, po ndryshon më shpejt se kurrë. Ndryshimi i klimës nuk është më një përcjellim i largët, por është këtu, po ndodh mes nesh. Dhe nuk është vetëm ajri. Çdo vit luminishëm hedh 733.000 mbeturina në Adriatik, dhe kjo është e barabartë me pesën 150 elefantëve afrikanë. However, destruction is not limited to forests or rivers with the human negligence. Urban and industrial waste is discharged into the Asian River, passing the limit of dioxin nitrogen, ammonia, and even suspended solids. Kjo nuk është vetëm një katastrofë mjedisore, por edhe një kërcënim i madh për shëndetin publik. Sfida që kemi përpara ndërmuese, por ndryshimi nuk ka pse të jetë i përsosur. Çdo veprim, sado i vogël të jetë, ka një ndikim. Nuk ka nevojë të jemi shkencëtar apo përditbërës për të bërë një ndryshim. Duhet vetëm të fillojmë. Liçeni artificial i Tiranës është një nga hapësirat e gjelkurta më të rëndësishme të qytetit. Një vend ku natyra dhe qyteti bashkëtojnë duke na dhuruar frymarrje të gjithëve ne. Çdo qytet ka nevojë për natyrë. Pa këtë hapësirë të gjelbër, Tirana do ishte çdo ditë më e nxehtë dhe më e ndotur. Prandaj, ne të gjithë na duhet ta mbrojmë atë. Por nuk mjafton që ne vetëm ta admirojmë atë, ne duhet dhe që ta mbrojmë. Nga ndërhyrjet e pakontrolluara, nga shkatrimi i hapësirave të gjelbra, por dhe nga ndotja që mund të vinë se ne kemi të kujdesshëm. Mbrojtja e këtij liçenit është përgjegjësi e përbashkët. Të Tirana ka nevojë për të. Ka nevojë për njerëzit që kujdesen për ditë që kjo hapësirë e gjelbër të vazhdojë të mbetet mushkëria e këtij qyteti. Ka nevojë dhe për pemët që i shtohen për ditë këtij qyteti. Atëherë, le ta mbrojmë të hapësirë të përbashkët për veten dhe për brezat që po vinë. Ajri që po thisim po ndryshon. Ndotja nga qyteti nuk qëndron vetëm nëpërmes ndërtesave, ajo depërton edhe në pjesët e tjera që më përpara konsideroheshin të pasteta. Sipas një studimi të vitit 2024, ajri në Tiranë është 18 herë më i ndotur se sa mesatarja e rekomanduar nga OKB. Në çdo vit që po kalon, ndotja në ajër po shtohet. Grimcat e makinave, industria, djegjet urbane e bojnë edhe zonën e pastër të papastër dhe të mbuluar me ndotje në ajër. Kjo ndotje nuk ndikon vetëm në pamje, ajo ndikon tek fëmijët dhe tek prindërit tanë. Ajri i pastër nuk duhet të jetë një kujtim i së shkuarës. Ne mund të parandalojmë këtë, me hapa të vegjël për të vazhdueshëm, mund të mbrojmë ajrin dhe shëndetin tonë. Është koha për të parë qartë, është koha për të vepruar. Vetëm në vitin 2021, ndotja e ajrit ka shkaktuar 4600 vdekje të parakohshme. Pjesa më e madhe e kësaj ndotje vjen nga trafiku i rënduar, ndërtimet intensive dhe aktivitetet industriale. Trafiku i motorizuar dhe ndërtimet nuk sjellin vetëm zhurmë. Ato shijojnë ngrimca të rrezikshme në ajër, të cilat ndikojnë në shëndetin e të gjithëve, kryesisht të moshuarve dhe fëmijëve. Change doesn't start with policies and regulation. It starts with us, with the choices we make every day about the environment we live in.